Sindroma Down është një prej sindromave të hasura më së shumti. Në mbar botën vjen re raste të njerëzve që kanë këtë sindrom dhe ato sa vinë shtohen. Por megjithatë, njerëzit që kanë këtë sindrom më shumë se gjithçka kërkojnë dashuri dhe ngurtësi prej pjesës tjetër të shoqërisë. Për trajtimin, përkujdesin dhe socializimin e tyre ekzistojnë mjaft qendra në botë. Një prej tyre ekziston edhe në Tiranë. Jam sot me Flavia Sheun, drejtuese e qendrës PROPAK në Tiranë. Faleminderit që pranuat të jeni në këtë program. Faleminderit ju për ftesën dhe për mundësinë për të treguar akoma më shumë mbi qendrën dhe programet që ne aplikojmë për fëmijët me sindromin Down. Për sa kohësh funksionon qendra juaj? Qendra dhe Fondacioni Down Syndrome Albania është themeluar në vitin 2013 nga 2 prindër të një fëmie me sindromin Down, të cilët në ato vite kërkonin shërbimet më të mira për fëmijën e tyre, kërkonin shërbime gjithëpërfshirëse, të cilat ishin në përputhje me konventat ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara, si dhe një qendër model, le të themi, për të marrë më të mirën. Kjo ishte iniciativa e hapjes së qendrës. Dhe qendra ka filluar gradualisht nga një qendër e vogël, fillimisht në muajin e parë që është hapur kanë qenë vetëm 10 prindër dhe 10 fëmijë të cilët frekuentonin dhe me kalimin e viteve qendra është zgjeruar, shërbimet janë zgjeruar, stafi është zgjeruar dhe tashmë përveç gamës së shërbimeve i ofrojmë më shumë mundësi edhe shumë fëmijëve të tjerë dhe familjeve të tyre të cilët mund të vinë pranë qendrës tonë. Sa është numri i personave që ndodhen në qendrën tuaj? Aktualisht janë 44 fëmijë, numrat janë të variueshëm nga muaj në muaj, por një mesatare të fëmijëve të cilëve ne i shërbejmë në vit është diku te 100 deri në 150 fëmijë dhe familjet e tyre. Çfarë moshe? Kryesisht, fillimisht, pra qendra ka nisur me ndërhyrjen e hershme terapeutike që përfshinte fëmijët 0 deri në 5 vjeç, por duke parë nevojën dhe sigurisht nevoja për shërbime është nevojë për gjatë gjithë jetës, që shoqëron personin për gjatë gjithë jetës. Aktualisht në qendrën tonë shërbimet shkojnë deri në 15-16 vjeç. Shërbimet që ne ofrojmë aktualisht janë terapia e zhvillimit, që kryesisht mbulon moshat e vogla, terapia me metodën ABA, që është analiza e strukturuar e sjelljes, terapia fizike, e cila fillon shumë herët në fakt e personat me sindromin Down, fillon që në moshën 3 muajshe, 4 muajshe, dhe është terapia e parë për të cilën prindrit vinë dhe interesohen dhe në fakt duhet të ndërgjegjësohen, që është më e rëndësishme, dhe logopedia. Këto janë shërbimet bazë të sportës bazi, quajmë ne, dhe më pas në varësi të projekteve që ne mund të kemi apo mbështetësve që mund të kemi, këto shërbime zgjerohen. Dhe për shembull për gjatë vitit 2023-2024 ne kemi ofruar shërbimin e ndërhyrjes së hershme në banesë, në zona të cilat janë zona të thella rurale ku është e vështirë që të aksesohen dhe sigurisht prindërit e këtyre fëmijëve nuk e kanë të mundur që të aksesojnë shërbimet në qendra qyteti apo në qendra të tjera që mund të ekzistojnë. Kemi ofruar logopedinë dhe fizioterapinë në familje për një periudhë gati 7 muaj për 18 familje në zonat e Shëngjergjit, Kasharit e tjerë. Kemi ofruar shërbimin e fizioterapisë për të rriturit në banesë. Edhe kjo është një shërbim në fakt i cili ishte i rrallë sepse e dim që kanë shumë të rritur me aftësi të kufizuar, të cilët nuk e kanë të mundur lëvizjen. Dhe normalisht që për familjarët e tyre bëhet një lloj bare për të çuar në qendra shërbimesh dhe vendosëm që një fizioterapist i vizitojë pranë familjes dhe të ofrojë shërbimin atje. Gjithashtu kemi ofruar kurse leximi dhe matematike për fëmijët e moshës shkollore. Pra përveç terapive, ofrohen edhe të gjitha këto gama shërbimesh të cilat janë plotësuese dhe në fakt kurset i ndihmojnë shumë për të kapur ritmin me bashkëmoshatarët që janë në shkollë. Gjithashtu kemi ofruar dhe kursin e autonomisë sociale, që dhe ky është një kurs shumë interesant në fakt, është për të rriturit, por zhvillohet në komunitet, zhvillohet në rrugë, mësojnë të përdorin mjetet e transportit publik, paran, të bëjnë blerje personale për veten e tyre, të planifikojnë kohën e lirë, të shkojnë në kinema, të socializohen me miqtë e tjerë. Por gjithsesi baza e shportës së shërbimeve që ne ofrojmë në qendër është kjo. Çdo shërbim në fakt fillon me procesin e vlerësimit dhe ne kemi një ekip vlerësimi të konsoliduar në disa, përfshirë mjekë psikiatre fëmijësh, mjekë neuropediatre
vlerësimin e zhvillimit intelektual të fëmijës, bëhet vlerësimi i zhvillimit fizik dhe gjuhësor, dhe gjithashtu kemi edhe një psikologe e cila është dedikuar për prindrit, por edhe për të vlerësuar dinamikat familjare. Pra familjen ku ai fëmijë rritet dhe çfarë mund të bëhet më tej për të mbështetur familjen, për të tejkaluar ato sfida emocionale që mund të përjetojë përgjatë kohës që është me fëmijën me aftësitë kufizuara. Cila është mosha dhe në çfarë kategorish ndahen këta persona? Sindroma Down. Sindroma Down është 3 lloje, por në fakt, pavarësisht emërtimit në lloje të ndryshme, në çështje të zhvillimit, le të themi, nuk impaktohet. Pra pavarësisht faktit që nëpërmjet një testi gjenetik rezulton se cili lloj sindrome Down është, në kontekstin klinik, pra këtu ku trajtohen të ne, nuk vëren diferenca në zhvillimin e fëmijëve në varësi të llojit të sindromës Down ku është. Një faktor në fakt shumë i rëndësishëm në gjithë këtë është faktori familja. Pra qendra, dhe ne ja themi gjithmonë prindërve këtë dhe e themi gjithmonë aty ku mundemi. Qendra është 1 orë në ditë, është 2 orë në ditë, sepse këtu fëmijët vinë dhe i marrin shërbimet në bazë të nevojave të tyre. Dhe pastaj synimi ynë është gjithëpërfshirja në komunitet, gjithëpërfshirja në çdo institucion arsimor, parashkollor etj, por edhe arsimi profesional dhe punësimi, se kemi një program të dedikuar edhe për këtë. Por gjithsesi, në rastin që fëmia merr vetëm orët e shërbimit profesional këtu, sigurisht që progres ka, por progresi bëhet shumë më i dukshëm kur familja të mbështet, kur familja është aty për kohën tjetër, për 23 orëshin tjetër të ditës dhe për të mbështetur fëmijët. Përmendet zonat rurale. Si është situata në zonat rurale krahasuar me zonat urbane? Në fakt, në ato zona ku ne kemi vajtur, nuk ka patur shërbime të ngritura, dhe ky është një fakt, në fakt për gjithë Shqipërinë që shërbime nuk ka në çdo hapësirë, dhe sigurisht që jetesa e familjeve dhe personave me aftësitë kufizuara në tërësi që jetojnë në këto zona, është më e vështirë se sa krahasuar me zonën e qytetit, ku shërbime ka, ku edhe mund të jenë të aksesueshme, pavarësisht që mund të ketë një distancë, por në zonën rurale kjo gjë nuk është e mundur. Pra, ende sot nuk ka shërbime në zonën e Shëngjergjit, që le të themi nuk është shumë larg nga Tirana, apo në zona pak të thella të Kasharit, që realisht ishte dhe vështirë të aksesoheshin me makinë. Mbetet në dorë të njësive vendore për të ngritur shërbimet dhe mbetet në dorë të Ministrisë Shëndetësisë për të ngritur shërbime minimalisht pranë qendrave shëndetësore, siç e ka ngritur të paktën në zonat e qytetit. Është shumë esenciale, sepse të gjithë ata fëmijë dhe ata të rritur që jetojnë me çfarëdo lloj aftësie të kufizuar, jo vetëm me sindromën Down, sigurisht kanë një jetesë shumë më të vështirë për të bërë në zonën e tyre për shkak minimumi të aksesit fizik. Pra, rruga, një person me karrige me rrota që e ka rrugën me çakull, nuk ka se si as të dalin nga shtëpia për të shkuar deri në një hapësirë caktuar tjetër, dhe jo më për të ofruar një gamë të gjërë shërbimesh sikurse i takojnë. Sa i kualifikuar është sa figuri? Ne përpiqemi në mënyrë të vazhdueshme si të saj që të ofrojmë trajnime për stafin. Gjithsesi fondacioni është antar në shumë shoqata ndërkombëtare, të cilat në fakt na furnizojnë në mënyrë të vazhdueshme me burime, me informacione, me kërkimet e fundit, dhe gjitha këto merat, të cilat përçohen te stafi dhe përpiqemi që të përcjellim atë lloj fryme dhe qasje ndërkombëtare në ofrimin e shërbimit. Mbi çfarë metodikash bazohet puna juaj? Në procesin e fizioterapisë është, apo në çdo proces tjetër në fakt, do ta nis kështu, në çdo proces terapeutik, me çdo fëmijë punohet me një qëllim, që ta çojnë në moshën e bashkëmoshatarëve të vet me zhvillim neurotipik. Pra, fillojnë nëse një fëmijë akoma nuk flet, sigurisht që gjithë metodat do jenë nëpërmjet lojës, nëpërmjet kartave, nëpërmjet materialeve të tjera terapeutike, nëpërmjet mjeteve specifike logopedike në raste të caktuara, për ta bërë atë fëmijë që të ketë mundësi të zhvillohet dhe të shkojë në normën e bashkëmoshatarëve me zhvillim neurotipik. Çfarë parashikon legjislacioni shqiptar
në lidhje me përkrajën ndaj këtyre personave? Për çdo person me aftësi të kufizuar, legjislacioni shqiptar ka të parashikuar pagesën e KMCAP-s, që është Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë, ku çdo vit personat me aftësi të kufizuara, fëmijë dhe të rritur, shkojnë, paraqiten pranë këtyre komisioneve dhe i bëhet një vlerësim biopsikosocial për sa i përket nivelit të funksionimit të tyre dhe merret një pagesë mujore, e cila është shumë e ulët krahasuar me nevojën e fëmijëve dhe të familjeve. Që do të thotë, kjo pagesë mund të shkojë te 8.000 lekë, 9.000 lekë, 10.000 lekë maksimumi. Dhe sigurisht që është e pamjaftueshme nëse një familje do t'i paguajë shërbimet. Një orë shërbimi sot në treg është 20-25.000 lekë një orë, por nëse ai fëmijë ka çdo ditë, dhe ai fëmijë ka çdo muaj, dhe ky nuk është një shërbim i cili bëhet një muaj dhe ndërpritet, por është një shërbim që duhet gjatë gjithë jetës të vazhdojë, për një familje bëhet sfilitse që të përballojë barrën e shërbimeve për të paguar. Duke konsideruar këtu edhe faktin që kur ka një fëmijë me aftësi të kufizuar, sidomos në disa momente të jetës tyre, njëri nga prindërit gjithmonë është duke shoqëruar fëmijën për në shkollë, për në kurs, për në terapi, etj, dhe nuk e ka të mundur të punojë. Dhe do punojë vetëm njëri nga prindërit. Dhe sigurisht që gjendja ekonomike e kësaj familje do shkojë, edhe nëse është e mesatarja, do zbresë tek e ulta, sepse nuk është e mundur që të kapet ritmin për të gjithë nevojat që kanë personat me aftësi të kufizuar. Nga ana tjetër, për shembull, thuhet që këto pagesat kesh të KMCAP-s po kompensohen me shërbime. Që do thotë, shteti supozohet po jep shërbime nëpër disa qendra, por nuk janë të mjaftueshme duke konsideruar të gjithë numrin e personave me aftësi të kufizuara që banojnë në rastin tonë në Tiranë, dhe sa qendra janë, dhe sa me çfarë frekuencë ai fëmijë do marrin shërbimin atje, do ta marrin sipas nevojës reale që ka, apo sipas nevojave, le të themi, të akomoduara nga qendra që unë kam vetëm, le të themi, 1 orë apo 2 orë në javë për të ofruar dhe nuk të ofroj dot më. Që kështu kjo është situata, pavarësisht se ne punojmë vetëm me nuk punojmë vetëm me sindromën Down, ne punojmë me të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara, punojmë me fëmijët që janë në spektër të autizmit, punojmë me fëmijët të cilët kanë humbje në dëgjim dhe kanë bërë implantet kokleare dhe tashmë marrin shërbimin e logopediste na. Pra ne kemi një gamë të gjerë dhe le të themi i njohim problematikat e secilit target group pak nga pak për ditur ku i kanë ato sfidat dhe vështirësitë e veta. Le të ngelemi tek fëmijët me sindromën Down. Cilat janë programet më të nevojshme për cilat kjo kategori ka nevojë? Fillohet që në fëmijëri me ndërhyrjen e hershme. Dhe ndërhyrja e hershme duhet në fakt zbatuar me bazë familjen. Pra një ekspert shkon në familje, punon me fëmijën, punon me familjen, punon me gjyshin që mund të jetë në shtëpi, sepse pa një sistem të fortë familjar, edhe puna e profesionistëve le të themi zbehet me kalimin e kohës. Prandaj ky është programi i parë dhe më i rëndësishmi mbi të gjitha. Më pas janë shërbimet e specializuara, që një fëmijë me sindromën Down do duhet që të marrë fizioterapin, duke nisur nga mosha 3 muajsh, 4 muajsh. Dhe derisa të aftësohet nga pikpamja fizike, menjëherë më pas futet në terapinë e zhvillimit apo terapinë me metodën ABA, logopedin, terapi në grup, në varësi të nevojave. Të gjitha këto shkojnë deri në një farë moshe dhe më pas flasim për gjithë ata që janë mbi 18 vjeç, se çfarë bëjnë. Në Shqipëri nuk ka qendra të cilat punojnë për të rriturit me aftësi të kufizuara. Të gjithë të rriturit me aftësi të kufizuara janë ose në familje, në rastin që kanë mbaruar gjimnazet e përgjithshme apo gjimnaze profesionale apo kurse formimi profesional, janë në familje. Në ajo që ne kemi bërë, që kemi ngritur programin e punësimit prej 2 vjetësh gati tashmë, dhe nëpërmjet programit të punësimit, ne kemi hapur një platformë e cila është aksesueshme online për të gjithë punëkërkuesit me aftësi të kufizuara dhe punëdhënësit me aftësi të kufizuara, punëdhënësit që duan të marrin në punë persona me aftësi të kufizuara, secila nga palët plotëson profilin e tyre, aftësitë dhe punëdhënësit çfarë nevojitet dhe mund të bëhet një përbashkim i të dy palëve. Gjithashtu kemi bërë panajera pune, të cilat kanë qenë të parat në fakt që janë bërë për personat me aftësi të kufizuara në Shqipëri.
Kemi bërë 2 në Tiranë, 1 në Shkodër dhe 1 në Elbasan, dhe nga gjithë programi jonë i punësimit janë punësuar diku 8 persona me aftësi të kufizuara. Në gjithë Shqipërinë? Në Tiranë kryesisht. Do me thënë kryesisht, duke qenë se dhe biznese më shumë kanë në Tiranë dhe janë bizneset e mesme dhe të mëdhaja të cilët punësojnë më së shumti persona me aftësi të kufizuara krahasuar me bizneset e vogla familjare. Këto punësime kanë ndodhur në qytetin e Tiranës. Po është një program mjaft i rëndësishëm në fakt për ne, programi i punësimit, sepse të gjithë fëmijët që ne kemi nxjerrë dhe po nxjerrim nga qendra tashmë po bëhen të rritur. Dhe sigurisht që do duhet që t'i vazhdojmë t'i mbështesim, e kemi për mision dhe kemi për zemër këtë gjë. Keni konstatuar vonesa, ta them në thonjza, të në familjes në konstatimin e rasteve? Le të themi, për ta konstatuar... Sepse ndonjëherë ekziston edhe ndjenja e turpit tek familjet shqiptare, domethënë. Në fakt, kur e krahasoj me vitin 2014, ku të gjitha këto ishin shumë më permanente dhe këtë gjë e vi re tek pjesa më e madhe e familjeve në ato kohë, aktualisht prindrit janë më të prirur për të kërkuar ndihmë. Ajo çfarë i pengon më së shumti, pra identifikimin e fëmijës shpeshherë, po në 99% të rasteve, realizohet që në momentin pas lindjes për shkak të tipareve fizike që janë të dukshme tek sindroma Down dhe sigurisht që mjekët ja komunikojnë këtë gjë. Nga momenti i komunikimit dhe deri tek ardhja për shërbime, është një periudhë, le të themi, pak betejë prindrit brenda vetes, nëse e pranon këtë gjë dhe sigurisht çfarë veprimi do marrin pas pranimit. Ka prindër që kanë ardhur më një herë në shërbime shumë herët, ka nga ata që kanë ardhur 6 muaj, ka nga ata 1 vjeç, por kryesisht prirja është që prindrit të vinë në shërbime në rastin e fëmijëve me sindrom Down, të kërkojnë shërbimet. Cili është bashkëndimi juaj me familjen e këtyre personave? Përveç faktit që ne kemi një psikologë të dedikuar për prindrit, për të gjithë prindrit e qendrës ofrohen sesione këshillimi individual, por edhe këshillim në grup, i cili është disi më i rrallë, por në sesionet e këshillimit individual, të gjithë prindrit mundet që të shprehin dhe të punohet bashkë me ta për të superuar të gjithë emocionet që mund të shoqërojnë gjatë rrugtimit, për të tejkaluar të gjithë frikrat e tyre, për të shkarkuar, le të themi, të gjithë mendimet që mund të kenë në kokë dhe të cilat ndoshta nuk i ndajnë me familjarët e tyre apo me rrethin e tyre të ngushtë. Pra ky është programi, le të themi, kryesor në rastin që ne vërejmë një prind i cili po has me vështirësi apo me problematika emocionale të një natyre qoftë lehtë, qoftë mesme apo qoftë edhe më të rëndë. Më pas pastaj, duke qenë se këtu nuk është thjesht një qendër, këtu është një komunitet. Ne kemi prindër që kanë 10 vjet me ne, por kemi edhe prindër të ardhurishtazi dhe të gjithë prindrit le të themi njihen me njëri tjetrin dhe përgjatë kohës që presin që fëmia e tyre të përfundojë shërbimin e terapisë, socializohen me njëri tjetrin dhe sigurisht që mësojnë njëri tjetrin, sugjerojnë te njëri tjetri dhe ndjehen shumë komod dhe le të themi janë mes të njëjtëve dhe në këtë lloj forme mund të përmirësohen më shumë. Çfarë ka sjellë ky bashkëpunim, ky socializim tek prindërit? Po pra, ajo që shohim ne është që shpesh herë i ndajnë me njëri tjetrin gjërat që i mundojnë më shumë. Që në rastin që kanë një, le të themi, qoftë edhe një nevojë për një sugjerim sa do të vogël, e marrin nga njëri tjetri dhe kjo është një metodë e njohur botërore, sepse dikush që ka fëmijën 15 vjeç dhe krahasuar me dikë që ka 10 vjeç dhe po kalon të njëjtat sfida që ai ka kaluar më parë, është më kollaj kur e marrin nga një i njëjtë me veten e tyre, se sa nga një profesionist, kur ato një prind tjetër impakton më ndryshe. A keni konstatuar shfaqje të talentit të këtyre fëmijëve në ndonjë fushë caktuar? Disa fëmijë të qendrës, duke qenë se frekuentojnë kurse dhe prindrit e tyre janë treguar shumë të mirë për t'i provuar në fusha të ndryshme, kemi fëmijë të cilët bëjnë balet, që dalin në emisione televizive etj. Kemi fëmijë të cilët i bien pianos, kemi fëmijë që i bien violinës, në notë shumë të mirë.
Dhe kanë talente sikurse njerëzit e tjerë, mjafton që të provojnë, sikurse fëmijët e tjerë me zhvillim neurotipik, thjesht kërkohet pak më shumë durim dhe pak më shumë kohë për të mësuar një aftësi të re, por që kjo është gjithmonë e mundur. A mund të bëhen ata artistë ardhshëm? Patjetër që po. Me punën e duhur dhe me dhënien e mundësive, sigurisht që kjo është e mundur. Kthehemi edhe një herë tek familjet. Flasim sa ndryshon jeta e tyre mbasi ata vinë dhe në këtë qendër dhe në bashkëbisedimin që kanë në seancat e tyre ose në takimet e ndryshme që kanë me njëri tjetrin. Tani, kjo është në fakt më mirë që ta referoj një prind, por ajo që unë kam konstatuar në gjithë vite është që ndjehen si në një familje të dytë, vinë dhe flasin për çdo gjë dhe jemi të gjithë shumë të lidhur me njëri tjetrin për sa i përket nevojave, halleve, arritjeve dhe të gjithë elementeve që rrethojnë jetën e tyre. Sigurisht që jeta e tyre ndryshon sepse shohin një qasje të re, marrin informacione të reja, përditësohen, shohin progres të fëmijë i tyre dhe besoj që kjo është diçka që i përmbush dhe i kënaq. Po me institucionet dhe organizmat e tjera, çfarë lloj bashkëndimi punësh keni? Në fakt, ju jeni të vetëm në këtë apo keni bashkëndim të punëve dhe politikave tuaja? Atëherë ne ndjekim standardet e shërbimit që shteti shqiptar ka vendosur për personat me aftësi të kufizuara dhe sigurisht që çdo gjë bazohen në bazë të ligjit për shërbimet sociale që është ekzistues në Republikën e Shqipërisë dhe sigurisht duke patur për bibël tonën konventën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara, e cila është përtej çdo gjëje dhe ka një vizion dhe çdo gjë aty. Megjithatë, në të gjithë këtë që është ngritur dhe ju shikoni sot, është një fondacion i cili nuk është mbështetur ndonjëherë financiarisht nga asnjë institucion publik. E them këtë sepse organizatat në Shqipëri, siç jemi dhe ne, nuk mbështeten financiarisht, sigurisht mund të ketë, le të themi, mbështetje për bashkëpunime, referime rastesh, etj., konsultime, njëra tjetra, por jo financiarisht. Dhe mënyra se si ne po mbijetojmë edhe sot është nëpërmjet projekteve nga donatorë të huaj dhe disa vendes, nga tarifat që një pjesë e prindërve të cilët kanë mundësi dhe fuqi paguese mund të paguajnë, si dhe nga fushatat tona për ngritje fondesh, të cilat zënë një peshë të madhe. Sikurse është tani për shembull në 21 mars është dita botërore e sindromit Down, dhe çdo vit ne kemi 10 vite që realizojnë fushatën Lots of Socks. Janë çorape shumë ngjyrshë, të cilat vishen me 21 mars, postohen në rrjetet sociale dhe shërbejnë për të rritur ndërgjegjësimin. Dhe sigurisht nëpërmjet këtyre çorapeve ne ngrejmë edhe një pjesë të fondeve që mbështesin ata fëmijë të cilët nuk kanë, familjet e të cilëve nuk kanë mundësi për të paguar shërbimin pranë qendrës tonë. Sa mbështetje keni gjetur tek pjesa tjetër e shoqërisë në përkrahje të kauzës tuaj? Edhe kjo është një pyetje shumë interesante në fakt. Kemi vënë re ndër vite që komuniteti ka ndryshuar shumë. Perceptimi i komunitetit fillimisht për personat me sindromin Down ishte entuziasmuar, por sot, fal edhe ndërgjegjësimit që është bërë në gjithë këto vite, mendojmë që e kanë superuar këtë, pavarësisht se jo 100%, janë shumë më suportues ndaj personave me sindromin Down dhe aftësisë kufizuar përgjithsisht një pjesë e tyre, gjithmonë. Dhe sigurisht ne kemi edhe disa donatorë individual, pra persona nga komuniteti të cilët kanë dëshirë që të durojnë në vlera sado të kenë ato mundësinë për shërbimet e qendrës. Pra, mendoj që komuniteti është një suportues goxha i madh i joni në punën tonë, qoftë me ndryshimin e qasjes dhe mendimit, qoftë edhe le të themi financiarisht më aq sa munden secili prej tyre. Nga studimet që ju keni bërë, analizat që ju keni bërë, si shikoni progresionin e sindromës Down në Shqipëri në vitet e fundit? Në fakt, ka një numër, le të themi, konstant të lindjeve, apo pak në rënje të lindjeve të fëmijëve me sindromën Down, por, le të themi, qasja e prindërve është shumë, pasi e kanë një fëmijë me sindromën Down, me njëherë duan që të marrin informacion, të marrin shërbime dhe të futen në sistem. A mjafton vetëm dashuria
për këtë kategori? Jo. Me keqardhje them, jo. Do me thënë, personat me sindromin Down janë shumë të dashur, janë shumë social, kanë shumë dëshirë që të krijojnë marrëdhënie të reja, të qëndrojnë me persona të rinj, t'i tregojnë gjërat që dinë të bëjnë. Por kërkohet edhe shumë mbështetje. Kërkohet mbështetje, siç e thash, që nga fëmijëria e hershme dhe deri në moshë adulte. Kërkohet mbështetje në arsim, ku sigurisht ka mësues ndihmës, po jo ai sa duhet, jo me kualifikimet që duhen. Përgjatë gjimnazit, për shembull, apo arsimit profesional, në periudhën e gjimnazit, nevojiten të hapen menjëherë degë studimit të reja të cilat i përshtaten, le të themi, profileve të punës që personat me sindromin Down mund të bëjnë. Si kurse edhe në qendrat e formimit profesional, që do duhet të hapen kurse të reja, të cilat i përshtaten profilit të personave me sindromin Down, në këtë rast me aftësitë kufizuara intelektuale. Dhe sigurisht që edhe në moshë adulte, ne sot flasim sepse jemi në një kontekst kulturor që familja është, le të themi aty, është akoma solide, është bërthame fort. Por nëse do flasim për mbas ca kohësh, sikurse po ndodh kryesisht në Perëndim, në rast se nuk do ishte familja, kush do kujdese për personat me sindromin Down në moshë adulte? Okej? Qendra nuk ka, skema mbështetëse nuk ka, dhe çfarë do bënte ky person? Në rast se nuk do ishte i punësuar, në rast se nuk do ishte i pavarur mbi të gjitha, sepse dhe sot punësohen, por janë prindrit ata, në pjesën më të madhe, janë prindrit ata të cilët i shoqërojnë në vendin e punës apo i marrin nga vendi i punës. Në rast se nuk do jetë prindi, kush do ta bëjë këtë gjë? Pra, në vetvete, ajo që luftohet për gjatë gjithë jetës për personin me sindromin Down dhe me çdo aftësi tjetër të kufizuar, është pavarësia. Që në moshë të vogël ne luftojmë që ai fëmijë të bëhet i pavarur, në moshë shkollore të bëhet i pavarur brenda sistemit arsimor, dhe kur të jetë në punë, të jetë i pavarur në procesin e punës, sikurse personat të tjerë me zhvillim neurotipik. Çfarë do të kërkonit më shumë Ne për të ardhmen? Ne kërkojmë më shumë mbështetje. Kërkojmë më shumë mbështetje financiare, e para për të mbajtur shërbimet në këmbë, për të vazhduar misionin tonë dhe për të mbështetur të gjithë ata të cilët kanë nevojë për shërbime dhe kanë nevojë për misionin tonë. Dhe sigurisht një angazhim akoma më të madh të komunitetit në çështjet e aftësisë kufizuar dhe në ndërgjegjësi. Unë ju falenderoj që ishit në këtë program dhe s'më mbetet gjë tjetër veçse t'ju uroj më të mira dhe suksese në punën tuaj në shërbim të këtyre personave. Faleminderit juve.